Ndalëm në javën e kaluar pikërisht me betejat të cilat i paraprin betejës së madhe të Bedrit. Konkretisht, për të përsëritur pak dhe informacionet të cilat do të na duan ose njohuritë të cilat do të na duan ti mbajmë mend, them që ai profeti sallallahu alaihi wasallam totali i betejave të cilat janë zhvilluar gjatë jetës së tij, të drejtuara apo pra ku ai ka prezantuar apo i ka komanduar nga slargti, pra duke emëruar prijes, janë 65, në 28 prej tyre ka prezantuar vetaj fizikisht, 27 ose 28, 37 ose 38 të tjera ka të ngarkuar. 8 prej tyre i kanë paraprir betejës së madhe të Bedrit. Folëm për disa prej tyre, sonte ndalemi në 2 të tjera për të kuptuar se si organizohenin të ngjarje historike të cilat linin goxha gjurmë në ndryshimin e historisë dhe marshit të historisë islame. E pikërisht e para do të jetë ajo që njihet ndryshe si betejë e parë e Bedrit, jo ajo që ne njohim në histori, e cila ka ndodhur më 17 Ramazan, por Ghazwatu Safawan, betejë e parë e Bedrit. Betejë e parë e Bedrit jemi në vitin e 2 të Hijretit, Allahu të shpëlojë. Jemi në vitin e 2 të Hijretit, aty ku nisin ndryshe rrjedha e historisë nis dhe ndryshon, konkretisht në muajin Rabiul Awwal, muajin në cilin ka lindur ai pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në të, një grup njerëzish i drejtuar nga një person i cili më vonë do të pranoi dhe Islamin, që është e vërteta, Kurz ibn Jabir el-Fihri, organizon një grup dhe ja mësyn Medinës së pejgamberit alayhis salam duke bastisur dhe duke grabitur baktit të cilat ishin në rrethinat e Medinës. Në 8 beteja të cilat i kanë paraprir betejës së Bedrit, kjo është e vetmja ku i dërguar i Zotit alayhis salam, ndryshe nga të tjerat ku ai del qoftë si inspektim apo qoftë edhe në vëzhgim deri dhe sulm, kjo është e vetmja ku i dërguar i Zotit alayhis salam ka dalë në kërkim me marr hakun e tij. Kurz ibn Abdullah el-Fihri ja mësyn kullotave të Medinës, aty ku ndodhenin domethënë baktia, merr çfarë mundi me marr dhe u largua. Kurz ibn Abdullah në të ardhmen dhe e mundsoi Allahu subhanahu wa taala bëhet musliman, pranon Islamin, pra bëhet prej sahabëve të pejgamberit, madje është ndër ata i cili ka ra shahid dëshmor në çlirimin e Mekës, pra në vitin e 8 të Hijretit ose viti 21 i profecisë së profetit sallallahu alaihi wasallam. Profeti alayhis salam dashmon niset në krye të 70 vetëve dhe thëmë që në të gjitha këto 8 beteja të cilat ka drejtuar profeti alayhis salam, në asnjërin prej tyre nuk ka patur ensar vendas, por kanë qenë të gjithë muhaxhir, emigrant. Kjo sepse pakti ishte i qartë. Ata mbronin profetin alayhis salam brenda kufive të Medinës. Jashtë Medinës nuk dilnin. Ky ishte pakti i parë, pastaj do kanë dalë me profetin alayhis salam pafund, po flas si fillimisht. Ndaj profeti sallallahu alaihi wasallam në drejton plot 70 vet dhe lën Medinë më këmbës të tij ose zëvendës të tij Zeid ibn Haritha. Pra pse janë shumë të rëndësishëm këto detaje që herë domethënë emrat dikush të thojë nuk është se do i mësojmë, pse i përmend. Më keni pa ju që kur bje i pik ujti me i vend me radhë 10 herë, a e lej shej, të paktën mos t'jen të huj këto emra për veshin, edhe nëse nuk do t'i memorizojsh, të paktën në veshi i muslimanit mos t'i ketë emra të huj, t'jenë emra tonë në kur i përmend. Kështu që lën më këmbës të tij Zeid ibn Haritha, ose ai i cili para Islamit i dërguar i Zotit, domethënë e kish birësuar, adaptuar, pra si fëmijë të tij, si djalë të tij, dhe i vihet nga pas derisa arrin në Wadi Safawan, lugina e Safawanit, e cila është në jug perëndim të Medinës,
rreth 117 kilometra larg me Medinën, domethënë, e gjërmon deri aty, po nuk arrin, nuk e gjen. Kështu që duke mos pasur mundësi të tjera, kthehet i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam, duke triumfuar pra Jabir ibn Kurz ibn Jabir al-Fihri, Kurz ibn Jabir al-Fihri. Dhe kështu përfundoi kjo betejë. Tani do të ndalim tek një që është dhe më e rëndësishme në të gjithë këtyre të tetave. Dhe përse është e rëndësishme dhe konsiderohet më e veçantë e të gjithë këtyre të tetave, do ta marrim vesh gjatë historisë. Ajo quhet ndryshe si qeta e Nakhles. Nakhle është një zonë midis qytetit të Taifit dhe Mekës. Pra është më afër, shumë më afër Mekës, normalisht shumë më afër Mekës se sa Medinës. I dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam, dhe kjo domethënë ka dy faktorë shumë të rëndësishëm, se është vështirësia e terrenit dhe është vështirësia e kohës. E për sa i përket vështirësisë së terrenit, profeti alayhi salatu wasalam do të nisë një çetë e cila do të jetë larg Medinës, pra nëse këto të tjerat, 7 betejat e tjera janë zhvilluar në afërsitë të Medinës, për një rast halli e kishe vendin afër mund edhe të mbështesnin. Kurse kjo me kilometra sot është 480 kilometra larg Medinës. Pra imagjinoni se çfarë distancë e largët do të jetë. Ky do të jetë faktori i parë, se vështirësia e parë që e bën shumë të veçantë domethënë këtë betejë. I dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam dërgon 8 prej shokëve të tij në kryesinë e sahabiut të nderuar Abdullah ibn Jahsh radhiyallahu anhu. Maksimumi thuhet që kanë qenë 12 veta, 8 janë sigurt ata të cilët kanë qenë aty. Dhe ndryshe nga këto të tjerat, u thot, pasi të keni ecë 2 ditë në drejtim të Mekës, pra i thot Abdullah ibn Jahshit, pasi të kesh ecur 2 ditë në drejtim të Mekës, 2 ditë çfarë do thot? Pra 80 kilometra rrugë. Se i bënin me kafshë, domethënë ishte më së normale që të bëje 70, 80 edhe 100. Edhe 100 kilometra, domethënë i bënin rrugë. Masi të kesh ecë 2 ditë rrugë, do të lexosh këtë letrën, telegramin të cilin ta kam dhënë. Thamë që në të tjerat, ai i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam gjithmonë i ka dhënë direktivat përpara, ndërsa këtu po i jep direktivat të shkruara. Ja beson këtë mision sahabiut nderuar Abdullah ibn Jahsh, ku aty ndodhi dhe sahabiu i nderuar së dallarit e profetit Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dhe pasi ecën Abdullah ibn Jahsh, pra komandanti i kësaj çete, 2 ditë hap telegramin e pejgamberit alayhi salatu wasalam ose letrën e tij, thotë dhe çfarë të shifte. I dërguari i Zotit e urdhëron dhe thotë: "Këtë që do të urdhëroj, bëj me dije të pranishmëve, pra atyre të cilët janë me ty, se nuk janë të obliguar të përgjigjen nëse nuk e ndjejnë. Ju duhet të shkoni në drejtim të Nakhles, pra në afërsi të Taifit." Tham vështirësia e terrenit, pra sepse e para janë shumë larg, po shumë larg Medinës, dhe e dyta janë shumë afër, po ama shumë afër Mekës. Që do të thotë, që të shkojsh aty do të thotë më vetë vra. Të pranojsh më vetë vra. Thotë nuk është i obliguar askush nëse nuk e ndjen në besimin e tij që të përgjigjet në këtë mision. E misioni të cilin thotë duhet ta kryeni është të shkoni dhe të verifikoni, të shihni ndonjë nga karavanet kur ai shite që dalin aty ose që do të kalojnë aty, vetëm vëzhgojeni. Pse i thotë vetëm vëzhgojeni? Ishte muaji Rexhep, dhe muaji Rexhep është një ndër 4 muajt e shenjtë ku ndalohet lufta. Dhe arabët këtë e respektonin edhe para Islamit. Madje të nderuarit e mi për ta kuptuar domethënë shenjtërinë e kësaj, që respektonin dhe arabët, thotë arriste puna deri aty ndodhte që gjaksori, pra i cili kishte më marr gjak, nëse mund të ishte ballë për ballë me personin vrasin, thotë nuk e prekte. Nuk e prekte, e respektonte domethënë këtë muaj.
4 muajt e shenjtë, domethënë po ndërtoi ishte edhe ky muaj. Dhe kur ata arritën, domethënë ishte gati fundi i muajit. Thotë kur shkuan aty, pra që kanë dy gjëra që kanë vështirësi. E para herë terreni që është shumë i largët dhe shumë afër Mekës, që normalisht i rrezikon që të gjithë, dhe dyta që është shenjtëria e këtij muaji, pra që duhet me qenë shumë i kujdesshëm. Largohet Abdullah ibn Jahshi ose drejtohet, asnjë prej tyre nuk u kthye. Thamë që profeti alayhis salam i la të lirë të zgjidhnin, por me drejt dikush do thonte. Po pse profeti alayhis salam nuk u tha atyre në Medinë që kush doi me shku të shkoj, por u tha pas 2 ditëve rrugë. Se normalisht edhe këtu ka sekret. Thotë sepse la besimin e tyre të zgjidhnin plotësisht. Pra sikur ne si që jemi këtu tani, me u marrë dhe me u nisë gjithë, po pa ju tregu se ku jemi të shku. Ndoshta, larg qoftë, du me ju çu për dark. Mirë, po nuk ju thash jo. Hajde dhe mu njerë, hajde hikim. Të shi kur dalim aty jashtë, pra mas jemi nisë, themimi të shku filan vend. Kush rrin? Normalisht që rrin dashamirët, me pas për të bomë, do më thonë. Do të rrin dashamirët, këja gjë. Pra, do të sakrifikojnë shumë gjona, do të sakrifikojnë, do më thonë, edhe kohën, do të sakrifikojnë edhe largësinë, se ndoshta mund të jetë larg shumë gjona, po ajo dëshira. Profeti alayhis salam pra vepron pikërisht këtë gjë. Nuk thot aty se ndoshta për momentin dikush do të nisë do thonte si shumë larg. Dalin një tjetër, dhe një vullnetar. Po i lën të lirë që të bëjë zgjedhjen tashmë besimi. Pra pas 2 ditëve ato edhe mund të kthehenin. E kishin komplet liri, nuk ishin gjyna fjalë në rrugën e mi. As pak. Mirë, po nuk vepruan ashtu. Askush nuk u kthy. Dhe vazhduan derisa Saad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, i cili më parë kishte dalë dhe ai në një drejtim të tillë, Sariyatul Khirar quhet, por nuk ka pas betejë ajo. Thotë Saadi domethënë i ikën deveja dhe u nis Saadi dhe një shok tjetër, ku është Saadi? U nis Saadi për të kërkuar deven, mi po humi rrugën faktikisht, ishte veti i dyti humi rrugën. Tani kur shkon Abdullah ibn Jahsh e arrin karvanin, thot çfarë më pa? Karvani kishte vetëm 4 veta. Vetëm 4 vetë. Për gjithë ai karvan i madh, vetëm 4 vetë. Përse aq pak, ndërkohë që ne përmendëm më parë ose përmendëm në herën e kaluar që Hamzaja radhiyallahu anhu kur u përball me Ebu Xhehlin, domethënë thuhet që kishte deri në 300 shoqërues, sepse ishte muaj i shenjtë ndër umit e mi, edhe ata që grabisnin respektonin këtë muaj. A keni pa, domethënë, hajdut e grabit se kriminal me norma? Ja, ashtu ishin ata. Kishin ca norma. Ti kishin pas në me qene këto kriminal tonë, dhe ti njifshin ca norma. Sa rahat kishin për të rahat, sa po. E Zotit që o Zot në i zëvëndësome më të mirë, në bë më të mirë se qena. Kur i pa, thot Abdullah ibn Jahsh, e dizio punë, tha, si jemi të i hytha në tha, ta morim karvanin, jo me i vra, nuk ishte qëllimi me i vra. Mirë po pasunia është me shpirtin, për këdo. Kështu që ata nisën ta mbrojnë pasurinë e tyre dhe normalisht që këtu do të jetë i pari i cili vritet domethënë në një përballje që ndodhi domethënë me muslimanët. Amr el-Hadrami, ky do të jetë i pari i cili vritet, pra nga 4, njëri u vra, 2 zunë rob, një tjetër i ambathi. E morën karvanin e shkuan ke pejgamberi alayhis salam. Mirë, po çfarë kishin bë? Kishin bë shkelje. Kur shkuan tek i dërguari i Zotit, pejgamberi alayhis salam i tha, kush ju tha juve
me grabit. Kush ju tha juve me luftu? Kush ju tha juve me vra? Përse? A i shdojshin Kurejshitët. Kurejshitët ndërumit e mis kishin lënë gjo pa bo me pejgamberin a.s. kundra ti dhe kundra shokëve ti, por kur vinte puna, e keni parasysh domethënë kur dikush që nuk don me ja ditë për ligj, kur ligji nuk i bie për shtat. Mirë po vjen i çast që i shërben ligji i atit, edhe i thotë, do të respektojmë ligjin. Do të respektu ligjin. Si ta thot ligji do dhe. Pse se nuk e ka shkel në atë çast ai. Si ta ketë ligji, si ta parashikoj ligji. Këtë bën Kurejshitët. Kurejshitët deri në ato çaste ishin fajtor me pejgamberin alayhis salam. Pra të gjithë i përflitnin që janë të padrejtë me dërgumin e Zotit. Mirë nga ky çast i lindi e drejtë atë me fol. Dhe mushën venin gjithë ne duke thënë që pejgamberi, pra Muhamedi, nuk respekton kufi, nuk respekton shejtëri, nuk njeh mujt shenjta si gjë. Thotë këta njerëz domethënë shumë shpejt kishin për të futur në harem. Këta erdhën të rezit vetë, as nuk janë luftëtarë as i gjë dhe i vranë. I dërguar i Zotit a.s. nuk është njeri me shumë standarde. Fejnë e ka për veten e tij, nuk e ka se çfarë do thoj ky apo çfarë do thoj ky tjetri. Ndaj, pasi e qerton Abdullahun, jo vetëm ai, po e qertojnë që të gjithë që çfarë bëre, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e pranon këtë karvan apo këtë mall që kishin grabit dhe nuk e miraton vrasjen që kishin bë, por nuk miraton as robërinë atyre dyve. Ama nuk i liroi. Përse nuk i liroi? Lind pyetja natyrshëm. Pra përderisa që e ka gabim, liroje tjetrin, pra mos e shto zullumin. Sepse profeti alayhis salam kishte një frikë tjetër. Kishte frikën se Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu dhe Udbah ibn Ghazwan janë zënë rob nga Kurejshitët, dhe nëse janë zënë rob thot nga Kurejshitët, paktën t'i përdorim si kartë këmbimi, se në të kundërt thot Kurejshitët kanë për t'i vrarë, pra me i liru në këto, derisa arriti Sa'd ibn Abi Waqqas dhe Udbah ibn Ghazwan në Medinë, profeti alayhis salam këto dy domethënë i ka mbajtur aty si pengje lufte. Dhe këtu jemi në rregull. I dërguari i Zotit nuk e miraton këtë vepër. Mirë po, nuk i ndërmerr dhe këto veprime të tjera. Hajde merru tani me llafet e Kurejshve. Llafet e Kurejshve e keni parasysh fiksim ditët që ne jetojmë. Në media nuk kanë se me çfarë me i mush lajmet. Dhe në një çast mund të jetë një ndodhi shumë e vogël, po shumë e vogël, e kupton? Të gjithë me radhë. E hudhët e lajmin aty, a thu domethënë se u bë kiameti. Kështu veprun edhe Kurejshitët. Ndërsa Allahu xhelle xhelalu shpalli në surën Bakara ajetin ku thotë: "Yes'alunaka 'ani shahril harami qitalin fi." Të pyesin ty për luftën, për të luftuarit në muajin e shenjtë ose në muajin e shenjtë. Kul qitalun fihi kabir. Thuaj, të luftojsh në muajin e shenjtë është gjunaf i madh. Shikoni për se si Allahu xhelle xhelalu domethënë nuk e miratoi veprën e këtyre. Kështu që ne muslimanët gabimit i themi gabim. Mund ta kesh vëlla, mund ta kesh bab, mund ta kesh nën, mund ta kesh djalë, mund ta kesh gjithçka. Ne jemi adhurues të Allahut dhe qëndrojmë për krahakut. Nuk qëndrojmë domethënë sipas dëshirës. Nuk themi, muslimani janë sido qoftë është i joni. Sido qoftë është i joni në çështjen që i përket besimit. Po jo në çështjen që ti legjitimojmë veprën e atij. Më kujtohet një histori në rumit e mi e cila ka ndodhur me dietarin e shuar Shaukani rahimahullah. Shaukani ka qenë një nga dietarët e mëdhenj të botës islame, i cili ka jetuar para një 250 viteve në Yemen, atëherë ka vdek. Dhe Shaukani ka shumë vepra me të cilat i ka shërbyer diturisë fetare, Zoti i mëshiroft dhe Zoti ja pranoft. Mirë po,
kam lexuar diçka të çuditshme tek ai. Në Yemen edhe sot që ne po flasim, kanë një lloj substance ose një lloj droge, zot në i largon, zot ku do qofshin, që e quajnë kat. Pra kat është një tip gjethje ajo, cilën e vendosin në pjesën e brendshme, rrin vetëm këtu e çapat. E i shef po të qesh. Po dyst. Po më dërezi. Allahu na fal. Thotë dhe mi po kjo është e hershme në Yemen. Edhe sot që ne po flasim përdoret, po përdoret shumë normalisht. Do të thonë mund të përdoret që me shku për mik diku me ta thonë në sigjërasje, do të thonë mos u habit. Por nuk është diçka që shkojnë të ufshe. Jo, është publike. Po të qenit që bëhet diçka publike, vallë e legjitimon, e justifikon. Pa e keqja është e keqja, haram është haram. Çfarë ndodhi? Thot Hoxha, thot, dhe lëshova një fetva, do të thonë fetvat ne nuk është se i kemi në xhep, ai qit tu prej xhepi, ne merr këtë fetvan, ne merr këtë tjetër. Pra do të qizësh nga ligji i Allahut xhel xelalu. Dhe thash në fetva ose në një nga gjykimet e mia që kati është haram. A do t'i them u çu i fis me vrarë. Ku e ke argumentin ti që e bë haram? Ku e ke? Në thuj argumentin, pse i bëj gjonat haram? Pra imagjino, domethënë, nëse unë do të them për diçka haram dhe ti nuk pajtohesh. Po jo, mos u pajto, mos e merr. Sigurisht do ta dhon me zorën ty. Jo, po pse ta thuash? Pse ta thuash? Dhe thot Imam Shaukani, thot, dhe të mos kish qenë filan fis, ai e cilson, domethënë një nga fiset e mëdha të kohës, i cili më mori në besë, vallahi thot më patën vrarë. Dhe habitesha, domethënë, kur e lexoja këtë ngjarje të Imam Shaukanit, dhe thoja subhanallah, a ka mundësi, domethënë, që të jesh një shoqëri islame, që gumzhin, domethënë, feja, adhurimi i Allahut subhanahu wa taala, dhe të arrish në legjitimitetin e të keqes deri në atë pikë sa, domethënë, ta bësh haramin halal me veprën tënde, se mjafton ajo që e bën me veprën, edhe të jetoj shumë normal, për shiko se si Allahu xhel xelalu nuk ja miraton këtyre muslimanëve veprën e tyre, nuk ishte orientimi i profetit alayhis salam. Madje i dërguar i Zotit kishte thënë që ju të mos ndërmerrni veprime të tilla. E megjithatë, këta i ndërmorën këto veprime. Çfarë të bëjmë tash? Allahu pra thot, kul qitalun fihi kabir. Të luftojsh dhe të derdhësh gjakun këto muaj të shenjtë është gjë e madhe, është gjinaf i madh. Por shiko se si vazhdon të thotë, "Wasaddu an sabilillah." Por edhe të pengojsh në rrugën e Allahut. Kush pengoj në rrugën e Allahut, fejnë e Allahut? Kurëshit. Wa kufrun bihi wal masjidil haram, ta mohojsh fejnë e Allahut dhe ti pengojsh të tjerët nga prezantimi në xhaminë e shenjtë në Kabe, akbaru wa ikhraju ahlihi minhu akbar, e ti përzesh të tjerët nga banesat e tyre, gjitha këto kush i kishin bërë? Kurëshitët. Është më e madhe se sa kjo që është shkel. Pra se kush, se sa fakti që kanë sulmu dhe kanë bërë një padrejtësi në këtë muaj. Kur të flasim për shejtëria duhet jetë vazhdimisht. Pra ju po flisni për shejtëri, po ju s'keni lënë torturë pa bë, ju nuk keni lënë gjakderdhje pa bë, ju nuk keni lënë të keqje pa bë. Abdullah ibn Jahshi vetë ishte një prej atyre personave që i kishin marrë shtëpinë, ja kishin uzurbu, ja kishin pastis gjithçka. Por këto nuk ishin për një hakmarrje të nderumit të mi. Këto ishin për të sjellë fenë Allahu subhanahu wa taala. Wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'inda Allah, wal fitnatu akbaru min al-qatl. Dhe se përçarja është akoma më e madhe se sa vrasja. E vazhdon Zoti dhe thot: "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Dhe nuk do pushojnë luftuari, pra do ju luftojnë vazhdimisht derisa t'ju detyrojnë që të leni fenë juaj. Pra ky është qëllimi. Nëse një prej muslimanëve ruaj në Zot, do të tërhiqej nga feja e Allahut subhanahu wa taala. A do e sulmonin më Kurejshitët? Normalisht që jo. S'kishin për të sulmuar.
Se nuk kishin inate ato fizike me dikënd personale, përkundër se ata i kishin njerëzit e tyre. Por ajo që donin, domethënë çfarë donin prej tyre, donin që të braktisin fenë. Zoti vazhdon: "Wa may yartadid minkum an dini", e kush për ju që braktis fenë, wa yamut wa huwa kafir, dhe vdes si jo besimtar, pra nëse i bindet në ato që ato kërkojnë, fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah. Të tillëve ju kanë humbë veprat dhe punët në dynja dhe në ahiret. I kanë humbë veprat të gjitha. Në dynja e në ahiret, wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ata do të jenë banorë të zjarrit në të përhershëm. Për shikoni se çfarë shpalli Allahu subhanahu wa taala për gabimin e këtyre muslimanëve, pra nuk e miratoi gabimin e tyre, i tha që kjo është e keqe, por të këqija të cilat ata i kanë vepruar janë pikërisht ato të cilat i kanë shkaktuar këto veprime. Edhe pse janë gjithë të këqija, pra Zoti nuk e justifikoi, po ashtu as i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam nuk e justifikoi. Por e justifikoi, madje të nderuarit e mi, i dërguari i Zotit ka shpaguar edhe të vrarjen që ato kanë vrarë. Pra duke qenë se ka konsideruar, domethënë, që një vrasje pa urdhër, domethënë, pa shpall luftë, profeti alayhi salatu wasalam ka shpaguar dhe gjakun e tij. Pra shikoni se çfarë korrektësie ka treguar. Por nuk është domethënë se këto e bërin nga frika, po e bërin nga diçka tjetër. Këto e bërin nga dashuria për drejtësi. Dhe nuk ka gjë më të vështirë se njeriu të mbajë drejtësi, e veçanërisht ndaj atyre të cilët i ka të afërmit e tij, i ka për zemër. Aty sprovohet njeriu. Kur sprovohesh aty si do e bësh? E këtu më kujtohet domethënë Shurejh el-Qadi. Shurejh el-Qadi krahas faktit që ka qenë dietar i madh, ka qenë gjykatës i cili e ka ushtruar këtë detyrë për më shumë se 70 vite me radhë. Ka jetuar mbi 100 vjeç. Fillimet e tij të Shurejhut, Shurejhu më duket se ka jetuar 110 apo 112 vjeç. Fillimet e Shurejh el-Qadit kanë qenë me Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umeri merr një kal për ta provuar. E shiste dikush, vrau komën kali, siç e dini, domethënë vlera e kalit ke komën qendron. Se mund ta shohësh shumë, të jetë shumë i bukur, po nëse komët nuk e marrin çfarë duhet, ashtu më i pikturti në faqet murit. Vrau komën kali, vjen Umeri i thot atij, thot, s'bën ky kali. Pse s'bën thonë? Nuk bën thot se e ka komën e vranë. I thot Umeri radhiyallahu anhu, domethënë, po mirë thot, kur e more, kur i hipe kalit për ta provuar, si ishte? A çalojte kishte kom të vramë apo jo? Jo, thot Umeri, nuk është se e kishte të vramë, po normalisht të vramë do ta ketë pasaj, se po e gjeti, domethënë kur i hypa unë, pa u rrëzu kali, pa ishte të e provuti, po kush do marrë përgjegjësi? S'kishte siguracion për kuajt atëherë, se sot ta bën me detyrim ai. Kalit e në kam, apo makinës, makinës e motorit e mjetëve të ndryshme, duhet t'i bësh siguracion të dhej. Po s'duhet të siguroj. Pas ka si du, shtisë. Ka si du unë. Kur e ke edhe gurin, edhe arrën në dorë, ti do të hajsh çfarë t'i japi ai, lëvoshkën. Kështu që duhet me qenë faktor në rrugën e mirë shoqëri. Po nuk qenë faktor në shoqëri, do ngelesh vazhdimisht çet teproj të mështi. Thotë Umeri, po mirë, thot. Ta gjykoj çështjen tonë dikush. Thotë ja, le ta gjykoj ky djali, ishte djalë i ri Shurejh. I thotë Umeri, thot, a do e gjykojsh çështjen tonë? Po, thotë, prisi besimtarëve. Po e di kush, po e di, thotë, je prisi besimtarëve, je mreti, gjykojsh mretin, e kupton. Pasi i dëgjon versionet e dyve, i thotë Umeri, si ishte kali kur e more? Pra, çalonte, jo, tha, kur Umeri ishte aq fetar sa mos me mua, jo, tha Umeri, nuk çalojte. Ktheja siç ishte, në të kundërt paguaj paret.
E pa Omeri këtu. Një rëpta që nuk ka frikë mretin për të vu këtë drejtësi, e meriton të që ta emrojsh gjykatës. Dhe unë kam nevojë për ty në qytetin e Basrës në Irak. Se të marrësh drejtësi do të kesh edhe zyrësi, edhe fe, edhe devotshmëri, por do të kesh edhe trimëri. Se do të dish gjykojsh. Të mos marrësh krah, mos kesh frikë vetëm se Allah. Dhe kështu vazhdoi jetën e vet Shurejhu derisa erdhi një ditë në rumit e mi, në bankën e të akuzumve do të ndalej pikërisht djali i vet. Dhe i thot djali i cili kishte një përplasje me një hebre, bab thot, kam një përplasje me një hebre këtu puna. Ja nëmërë gjitha. Çoje çështën gjykat. O bab thot, po pa drejt ai, mos të fliq ty unë. Ky është qëllimi, e kupton? Pra ja jap hakun vetëm mos të fliq ty. Ja çoje në gjykat këtë çështje. Kur qëndronte nesër thot në bandën e të akuzuarve që të dy, Shurejhu pasi i dëgjoi të dyja palët, pra djali i Shurejhut çfarë kish kuptuar? Kish kuptuar domethënë se ky ka drejt çoje çështën gjykat se e ke fituar. Dhe gjykon thot në favor të hebreut ose të atij që ishte jo musliman, se s'ka shumë rëndësi besimi i tij. Gjykon në favor të tij. I thot i biri, thot o bab, po a nuk thash përpara domethënë që të më thoje kam kaq e aq vite thot që gjykoj dhe kur qëndroj para njerëzve me gjyku i ul syt në tokë. Pra nuk i ngrej syt të shoh se kush qëndron para meje. A kërkon o bir thot që ditën që u sprovova me shpirtin tim, domethënë me fëmijën tim me qëndru para meje, deshe me më dobësu, ja vallahi ta kurr. Ndaj të marrësh drejtësitë në rumit e mi nuk është e lehtë. E veçanërisht kur bëhet fjalë për njerëzit të cilët i ke më afër zemrës. Pse profeti alayhis salam Abdullah ibn Jahshin kishte më afër zemrës apo ato kur i shitet? Normalisht e këto. Ama sërish të keqe si ta e keqe. Priti 3-4 ditë derisa Allahu shpalli Kur'an për çështjen fjalë, sepse nuk dinte se si të vepronte. Dhe i tregoi gjithkujt domethënë se kjo nuk është se justifikohet dhe unë do më shpërblej të vrarin, ne nuk e kthejmë dot jetën atij, por domethënë do më shpërblehet familja një shenjë që me tregu që nuk ishte diçka e qëllimshme, se s'kishin shku për atë punë, po ajo ndodhi që ndodhi, ama e pranoi faj. Kështu që në jetë duhet në të gjithë të dim që jemi gabimtar, po faj kur s'kena qef me pranu. Të shi, po u pajtove me të parën që ti e gabimtar, pranoje ka i herë mo edhe gabimin. Pranoje ka i gabim ka i herë që se i bje ta pranojsh vetëm me fjalë. A ka mundësi në rumi im dhe më thënë që ti jesh fajtor vetëm me pretendim? Ti do të jesh fajtor dhe më thënë me fjalë e me vepra, jo vetëm me pretendu, jo vetëm ta pranosh, po pranoj edhe me vepra. Dhe kur e pranon me vepra, del dhe më thënë që ti je fajtor i ndershëm fisnik. Dhe edhe kanë thënë që prej fisnikërisë është ta pranosh fajin, ta pranosh gabimin. E lutim Zotin xhelel xhelal, Zot na falë, na mëshiro. Na bëjë Zot në moralit të lartë të Hazrat Muhamedit alayhi salatu wassalam. Na bëjë jetën të lehtë dhe na mundëso Zot ta vëmë atë në shërbim fesë tënde. Na bëjë vdekjen të lehtë dhe na mundëso Zot vdesje me dinjitet dhe shahadet. O Zot na përdor për mirë, na bëj çelëse për mirë dhe na bashko me të mirët në xhennet. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin.